Ndodhen në gjimnazin Janaq Kilica, por më tërhoqi vëmendje një rast shumë interesant. Po. Këtu pranë meje është një zotëri i cili pretendon se nëna e tij, e cila është 101 vjeçare, ka qëndruar për afro 30 minuta në qendrën e votimit, ku duhet të shprehte vullnetin e saj, por nuk është lejuar sepse emri i saj për shkak të moshës nuk gjendet në listën e zgjedhësve. Është kjo karta e identitetit e zonjës, të cilën unë e disponoj dhe më zhvon në dispozicion nga djali i saj që e kam këtu pranë dhe do na shpjegoj të gjithë procedurën. Zonja në fjalë quhet Fadile Nuhaj, ka lindur në 13 shtator 1924. Dhe në 13 shtator 2025, zonja mbush 101 vjeç, por për shkak se ka kaluar një shekull, gjendja civile e ka që regjistruar. Do të pyesim djalin e saj se çfarë ka ndodhur tek qendra e votimit për shkak se zonja është shumë e moshuar dhe ka shkuar në banesën e saj sërish, dhe më pas kemi edhe nënkryetaren e KZAZ-s, zonjën Veliu, e cila do të na sqarojë të gjithë procedurën që do të ndiqet në rastin konkret. Zotri, mund të më prezantohesh? Po, jam Isuf Noi, djali nënës që bëhet fjalë, po në rast parë duhet të përshëndes juve si gazetare që ko që duat sot që të ngrini zërin. Atëherë, të lutem, ma shpjego pak, çfarë ndodhi me nënën tuaj? Ju e shoqëruat për të votuar në cilën qendër votimi? Në qendrën e votimit ke shkolla Naim Frashëri, në Fier, aty kam votuar gjithë jetën me gjithë nënën. Edhe sot u qua qenë 6 nëna, gjithë gëzim, si që ka tradita jo në 100 ca vjeqe e vjetër. Edhe më tha, më do shkojmë votojmë, më vajta nga ora 7 për të votuar ke Naim Frashëri. Aty më sollën vërdall në gjitha ato dhomat, sfiguron emri në asnjë vend. Edhe nuk e di asgjë. Pra emri nënës tuaj nuk gjendet në listat zyrtare të zgjedhësve për qarkun fier për zgjedhjet parlamentare të 11 Nuk figuron e kam bërë çregjistrim. Po çregjistrim unë s'ja kam bërë, i thashun djalit saj që po e mbaj. Kush e ka bërë çregjistrimin, thashun. Edhe nuk e di, më pyetën gjithë, ndajti aty në karige, gjysore po njërë, po mos edhe një orë pyesin kështu. U detyrova pasaj me këmbë dhe saj prapje qova në shtëpia vash. Dhe erdhët këtu, ku edhe ne bashku takuam. Tani, ju erdhët këtu për të kërkuar pranë KZAZ-s të drejtën që nëna juaj të votoj. Çfarë ju thanë këtu? Këtu tani në kërkoj një për të vajtur në gjykat, shikoj atje për të bëj një vendim gjykate që të figurej nëna përsëri, të rikthehet të ngjallet edhe njerë kur i thonë se e kam bërë larg qoftë të vdekur, nuk e di. Do më presësh vetëm pak minuta të pyes zonjën Veliu, në mos gabohem, ju jeni Enkelejda Veliu, apo jo, nënkryetare KZAZ-s këtu në shkollën Janaq Kilica, ku numërohen të gjitha votat për qytetin e Fierit. Besoj jeni në ndjeni... Do të jenë gjithsej 97 qendra votimi dhe do të kenë të drejtën që të sot të votojnë 74.525 zgjedhës dhe ndërmjet tyre dhe zonja në fjalë. Dhe këtu do të ndalemi. Ju jeni në ndjeni të këtij problemi dhe çfarë po bëni si KZAZ? Absolutisht jemi në ndjeni, sepse zotëria erdhi këtu i agjituar dhe me të drejtën e tij për të kërkuar që zonja në fjalë do të ketë mundësinë e ushtrimit të detyrës së saj si qytetare. Unë njohëm me rastin në fjalë dhe absolutisht tani do të bëjmë të gjitha procedurat e duhura. Që janë procedurat mund të na sqaroni. Pra çfarë bëni ju si KZAZ? Do të marrim një vendim që zonja në fjalë, një vendim domethënë gjykate që zonja në fjalë të ketë mundësinë e votimit sot. Pra ju bëni një proces verbal që konstatoni që kjo qytetare është gjallë. Nuk është, po ju duhet ta sqarojmë për opinionin publik, nuk e ka emrin në listën e zgjedhësve dhe më pas kërkesën e gjykatë e bën djali i biri? Po, do ta bëj i biri, pastaj do të kaloj sërish nga ne dhe ne do të komunikojmë kështu dhe me gjendjen civile për të bërë. Mendoni që gjykata do ta marrë këtë vendim edhe pse janë në gatishmëri, po mendoni që do ta marrë kaq shpejt? Po, do të merret, domethënë sepse janë në gatishmëri. Po ju si e konfirmuaj që zonja ka qenë pranë qendrës votimit, morët të dhëna, si e bët këtë? Jo, erdhi vetë djali këtu edhe bëri ai na njohu me rastin.
Pra zonja do kthehet për të dytën herë pasi të ketë një vendim gjyqësor në Të dorë. ketë një vendim gjyqësor, ne do ta njoftojmë, do të marrim një numër kontakti dhe sapo të kemi vendimin gjyqësor në dorë, ne do ta komunikojmë Për atë. t'ju pyetur për 97 qendrat tuaja të votimit, keni hasur ndonjë problematik? Fola pak më herët me kryetarin, më tha disa problematika të Janë vogla. gjëra të vogla për hir të së vërtetës, domethënë procesi ka filluar normalisht, janë gjëra të vogla, domethënë janë gjëra të vogla të cilat domethënë Që janë të natyrës? të natyrës njerëzore, domethënë gabimet e këtu, ose ndonjë ndonjë komisioneri ose ndonjë zvendësim të komisionerëve, ne jemi të gjithë në gatishmëri për të qenë domethënë në kohë rekord. Dhe përqindja deri tani e votuesve? Deri më tani nuk është se kemi domethënë ndonjë përqindje, por unë do të jem në kontakt dhe patjetër që do t'ju jap shumë shpejt, Faleminderit zonja Aveliu. Zotëri, do kthehemi edhe një herë tek ju. Do prisi që të merrni këtë vendim dhe më pas do të shkoni në gjykatë apo jo? Po, ato do bëj patjetër se dua të mos ja prish shefin plakës, se thash u qua që në mëngjes gjithë qef për të treguar që jam i gjatë akoma. Po nuk mjafton gati është Dhe të fizikisht. roj sa të jetë... Dëgjoj Klevi, unë ju thash pak më herët edhe tek burgu, janë disa ndjesi që i merr vetëm në terren, edhe kur unë e përshkrova, unë e dëgjova çështjen tuaj dhe më pas po ja shpjegoja edhe disa të njohurve të mi. Dhe ju thash, duhet jeni aty për ta provuar çfarë ndodh dhe duhet jesh zotëria që të kuptosh që realisht një zonjë 101 vjeçare, e cila jeton ende, shkon tek qendra e votimit dhe emri i saj nuk gjendet. Dhe imagjinoni ndjesinë që përjeton ajo dhe i biri më tha që është kthyer pas me lot në sy. Dhe zotëria këtu pranë meje, ju do ta fitoni të drejtën që nëna juaj të votojë, ne si News 24 do t'ju ndjekim hap pas hapi, kështu që kur zonja të shpreh vullnetin e saj, ne do të jemi aty për ta filmuar. Faleminderit shumë që zgjodhen ne për ta ndarë historinë tuaj. Kisha fatin e mirë që... Faleminderit zotëri dhe do t'ju ndjekim hap pas hapi. Faleminderit. Klevi,